Përfshirja e të rinjve në tregun e punës vazhdon të mbetet një nga problemet më të mëdha të ekonomisë shqiptare. Të dhënat e fundit të publikuara në anketën tremujore të forcave të punës tregojnë se mundësitë për punësim për këtë grup mosh janë dobësuar më tej gjatë muajve të parë të vitit. Ndryshe nga të rinjt, grup moshat më të rritura vijojnë të paraqesin një situatë më të qëndrueshme në tregun e punës. Punësimi mes të rriturve mbetet në nivele të larta, gjë e cila reflekton për një pozicion më të konsoliduar dhe më pak të ndikuar nga luhatjet ekonomike. Në të njëjtën kohë, papunësia tek të rinjt po vijon të jetë dukshëm më lart se ajo pjesës tjetër të popullsisë aktive. Sipas të dhënave, brezi i ri mbetet segmenti më i ekspozuar ndaj pasigurive të tregut, ndërsa rritja e numrit të papunëve në këtë kategori tregon se vështirësitë për të gjetur një vend pune janë shtuar. Ndërkohë që panorama për tregun e përgjithshëm të punës paraqitet të jetë më pozitive. Papunësia në nivel kombëtar ka shënuar një përmirësim të lehtë krahasuar me një vit më parë, gjë e cila tregon se ekonomia po arrin të krijojë vende pune, por jo domosdoshmërisht për grupet që asin më shumë vështirësi për t'u integruar. Të dhënat bazohen në anketën tremujore të forcave të punës, e realizuar mbi një kampion familjesh të përditësuar sipas rezultateve të censit të popullsisë dhe banesave. Për sa i përket sektorëve të ekonomisë, aktivitetet e shërbimeve kanë mbetur motori kryesor i rritjes së punësimit. Ato kanë dhënë kontributin më të madh në ecurin pozitive të tregut. Në të kundërt, bujqësia dhe industria kanë vijuar të shfaqin shenja dobësimi, me industrinë e cila ka regjistruar tkurjen më të ndjeshme gjatë periudhës së raportuar. Edhe pse pjesëmarrja e qytetarëve në forcat e punës mbetet relativisht e lartë, ritmet e punësimit kanë shfaqur ngadalësim. Kjo tregon se pavarësisht interesit për të përfshirë në tregun e punës, jo të gjithë po arrin të gjejnë mundësi të reja punësimi, e veçanërisht të rinjt, të cilët vazhdojnë të mbeten hallka më e brisht e tregut të punës në vend.